Në këtë sagën e përshkrimit të banorëve për atë sa i dim dhe për atë sa i njohim ose i njoh, po vazhdojmë me banorën e paragjykuar. Kjo vajza është një vajzë e cila paragjykohet për shkak të pamjes dhe tabuve të ndryshme që na shqiptarët i krijojmë si fasada jo reale, shumë jo reale, sepse nuk i kena të vërteta ato tabu, thjesht janë një farë lloj fasade për mu duk sa ma mos tima nena, se na të folë për banorën këtu. Banorja është një femër e cila e don veten, e don trupin e vet, investon në pamjen e vet. Prindët e vet ja kanë leju, prindët e vet nuk e kanë problem se me qysh vishet e qysh duket. Dhe pse është e paragjykuar? Sepse sa po del në ekran fillojnë disa diskutime me pseudo shkamerët banorja. E që realisht asnjëra nuk është e vërtet. Është një banore që ndoshta mu s'm pëlqen ç'është duket, po një mashkull i tjetër i duket fenomenale. Pra, një femër e cila investon në pamjen e vet të gjalla. A do të jetë surprizë, a do ta dëgjojmë pak më anë, a do ta kuptojmë, këtë varet sa do ta paragjykojmë apo do ta lejojmë na tregoj kush është.